Do të duhen të paktën 2 vjet që ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të vihet në zbatim në sistemin shëndetësor publik dhe atë privat. Drejtoresha e Institutit të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor Elvana Hana thotë se kjo kohë duhet për të përcaktuar koston e shërbimeve, informatizimin e sistemit shëndetësor dhe vendosjen e tarifave jo më të larta se në vendet e rajonit. Duhet një farë kohë, pasi do dalin të gjitha aktet në ligjore që do të plotësojnë të gjithë punën që do bëhet në të gjithë etapat e ligjit, për privatizimet, për regjistrat, për kostot e shërbimit, pra duhet kohë për gjitha këto gjëra. Informatizimi i plot, janë të gjitha procese që kanë nisur, por deri në përfundimin e tyre, natyrisht që duhet kërkohet një kohë dhe minimumi është 2 vjet. Vendosja e kostove do të çojë në një diskutim kombëtar për mënyrën se si do të kemi një kosto unike rajonale apo kosto unike kombëtare. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Albert Gajo vuri theksin tek lufta kundër korrupsionit në shëndetësi. Sipas Gajos, kjo luftë duhet të nisë duke parë se cilat janë mangësitë në sistemin e shëndetësisë, e sidomos atë të tenderave. Sigurisht, një element tjetër i reformës financiare është korrupsioni. Është shumë e dobësdoshme që të vërejmë se cilat janë deficiencat në sistemin tonë shëndetësor, veçanërisht në sistemin e prokurimeve, në mënyrë që ta bëjmë këtë sistem të lirë nga korrupsioni. Hana bëri të ditur se për vitin 2011, vlera e rimbursimit vetëm për kategoritë e pacientëve që trajtohen me barna të shtrenjta parashikohet të kap shifrën e 1.1 miliard lekëve të reja, e cila përbën rreth 18% të shpenzimeve totale të listës së barnave të rimbursueshme nga ISKSH. Diskutimet për ndryshimet e reja ligjore në skemën e sigurimeve shëndetësore u bën një ditë pas miratimit të ligjit në parlament, gjatë një konferencë të organizuar nga ISKSH dhe Fondacioni Konrad Adenauer.